asku në kushtetut nuk thuhet që duhet të kesh marrëveshje ti për me bë këto, me bë atë. Shkoni ke kandidatin tënd, ka një kandidat përballë një kundër kandidatit tjetër, ai që i ka votat, nëse nuk zgjedhet raundin e parë, nëse nuk zgjedhet raundin e dytë, zgjedhet në raundin e tretë. Tash opozita në Kosovë ka legjitime me atë idenë me thonë që ne nuk duam që të lëm kjo parti të ketë gjitha pozitat e tjera andej e këndena, por unë mendoj që kjo nuk është problemi, kjo nuk është çështje, është retorike e lidhshme, është retorikë interesante në përstudia. Problemi është se partitë opozitare në Kosovë, si PDK-ja, ashtu dhe LDK-ja, e kanë një ide se nëse shkohet në zgjedhje, do gryhet mbështetja elektorale për Albin Kurtin dhe ai nuk do t'i ketë më 51%, do ketë më pak, që do më thënë prap do ketë mjaftueshëm, po do ketë më pak, nëse është nevoja do shkojmë dhe një cikël tjetër zgjedhjeve deri në momentin kur ky zotëria e kanë gabim, sepse unë mendoj që do jetë e kundërta, unë mendoj që populli i Kosovës do mendoj mirë para se të vetojë, në kuptimin që nuk do e djeg votën e vet, qoftë për subjekte që e din që nuk munden me bë diferencën. Mendoj që këto zgjedhje do kthehen në një plebiscit për ose kundër Albin Kurtit. Tip referendumi. Një tip referendumi, edhe ajo nuk do dalë kjo hesap ashtu si këta e kanë mendu. Edhe është një gjë tjetër që duhet thonë që për dallim prej këtyre partive të tjera, Albin Kurti futet në zgjedhje me një situatë konsoliduar brenda partisë vet, me një ekip të konsoliduar brenda partisë vet, ku nuk ka krizë leadershipi sikur që ka në Lidhjen Demokratike të Kosovës, apo situatë fatkeqe, siç e ka Partia Demokratike e Kosovës me liderët që nuk i ka aty. Sigur ti kishte liderët në Kosovë, situata do ishte, gara do ishte, të themi, më fair, takimet e qartë do ishte më fair. Por nuk është, dhe nuk është kjo për fajin tonë. Tjetër, Vjosa Osmani nuk është që do bëjë ndonjë diferencë, duhet me tregu nuk është shef të fakturizuar? Sepse Vjosa Osmani duhet ta tregojë atëherë ndodh parë pse ka dalë nga Lidhja Demokratike e Kosovës në vitin 2021. Edhe pse tash po kthehet Lidhja Demokratike të Kosovës në vitin 2026, çfarë ka ndryshuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës që ajo tash po kthehet. Edhe unë mendoj që kjo nuk do e bëj atë diferencën e madhe se fare presin qytetarët. Unë kam qenë përkrahas i madh i Vjosës në idenë që ajo të rizgjidhet, në mandatin e dytë. Por kjo gjë nuk ka ndodhur dhe po mendoj që është jo mirë që ajo tash ta lejojë LDK-n që të luajë me emrin e saj, jo është kandidatja jonë, kur dha ajo vetë e din mirë që nëse vjen puna te kutia, në kutimin te kutia e votimit, nuk i ka gjitha votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka aty fraksione të fuqishme, të cilët kanë qenë dhe ngelin kategorikisht kundër Vjosa Osmanit. Ndërkohë, a do të jetë një garë mes Kurtit dhe Vjosa Osmanit për presidentin, Adri, apo do të jetë për zgjedhjet e ardhshme gara Kurti-Osmani? Nuk ka kjo garë Kurti. Shikojmë diçka. Populli i Kosovës me manipulimin ku kishte marrë pjesë vet Vjosa Osmani, duke përcaktuar enkas datën e zgjedhjeve, datën 28 dhjetor, gjë që vetë Vjosa Osmani pastaj e pranoi dhe nënçoi në farë mënyrë veten, duke thënë që isha pjesë e këtij mekaniku, e këtij inxhinieringu, po themi, këtij mekanizmi. Zoti Kurti ka marrë si asnjëherë më parë, ka marrë një shumicë të thjeshtë, të cilën e jep mundësi me legjën e plotë të krijojë qeveri. Por nuk ka marrë shumicë cilësore që kërkohet për të zgjedhur presidentin. Pra, padyshim që e ka marrë drejtën e vet për të krijuar qeverinë, por nuk e ka marrë për të marrë presidentin. Dhe në kushte ku ka një majorancë kaq të madhe, por marrë presidentin do të bëj kompromis. Njerëz të tjerë para tij kanë pasur shumica dërmuese ose kanë pasur shumica të mëdha në parlament, siç ka qenë Ibrahim Rugova, meqenëse Albatrosi e ka Rugovis vjetër. I vazhdoi të jetë. Ka bërë kompromis. Albatrosi se marrin vesh kompromise. Është me ka qenë me Rugova. Në 2001 Rugova ka marrë 47 deputet. Ka mbajtur postën e presidentit, por ka dhënë kryeministrit, sepse atë kohë posta e kryeministit nuk kishte një vlerë të madhe në praninë e UNMIK-ut. Dhe ndërkohë aspekti simbolik i Rugovës si kryetari i vendit ishte shumë i madh, kështu që ai pranoi të bënte një qeveri me në krye PDK-n me Baran Rexhepin, por ndër vetëm merrte postën e kryetarit të shtetit, e presidentit.
Dhe po ashtu në 2004 e njëjta gjë u përsërit, prapë